Universiteti Fanoli i Korçës ka shënuar një tjetër sukses në arenën akademike duke u ngjitur me 3 vende në renditjen më të fundit të platformës ndërkombëtare EduRank. Ky është edhe përmirësimi më i madh i regjistruar nga një universitet shqiptar gjatë periudhës 2024-2026. Në renditjen e publikuar së fundmi, Universiteti Fanoli pozicionohet në vendin e 16 mes 30 universiteteve më të mira në Shqipëri. Progresi nuk kufizohet vetëm në nivel kombëtar. Në renditjen botërore, Universiteti i Korçës ka fituar rreth 500 pozicione, duke dëshmuar rritjen e performancës së tij akademike e shkencore. Ka dalë renditja është një platformë ndërkombëtare e paanshme që rendit gjithë universitetet e botës. Unë kam gjetur klasifikimin dhe mund të bëj krahasimin e universitetit tonë nga 2024 deri në 2026. Në lidhje me universitetet shqiptare, Universiteti i Korçës ka qenë në vendin e 19 në vitin 2024 dhe tani ndodhet në vendin e 16. Domethënë është përmirësuar 3 vende, por duke parë dhe përmirësimin e universiteteve të tjera, ne dalim universiteti që ka fituar më shumë vende në nivelin kombëtar, duke lënë pas universitete të shquara që janë të famshme dhe për reklam dhe për ndërkombëtarizimin e tyre. Shpresojmë të përparojmë më shumë në këtë klasifikim, sepse këtë vit ne fillojmë ndërkombëtarizimin, kemi doktoraturën në shkenca ballkanike tek Fakulteti i Filologjisë, doktoraturë diplomë të përbashkët me Universitetin Timisoarës. Fillojmë masterin shkencor në shkencat kompjuterike me Universitetin e Bari, diplomë duale. Në këtë mënyrë, duke rritur ndërkombëtarizimin, kemi fituar shumë projekte në Akshi, tek Ridi, apo dhe projekte në Erasmus, ku do ketë produkte edhe artikuj të nivelit të lartëm, me cilat llogaritën në këtë indeks. Ne kemi shtuar marrëdhëniet tona me alumnit dhe kështu shpresojmë që të përparojmë për më tej. Në rang botëror mund të kemi fituar rreth 500 vende në renditjen botërore. Platforma EduRank e harton renditjen mbi bazën e një analize të gjerë treguesve të performancës akademike, ku përfshihen publikimet shkencore, citimet akademike, ndikimi i alumnëve dhe prania akademike e universitetit. Këta tregues pasqyrojnë cilësinë e kërkimit shkencor dhe ndikimin real të institucionit në komunitetin akademik, si në nivel kombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar.